me folë për raste specifike që janë të ndodhë në këtë qeverisje. Për shkak se kjo qeveri e ka qytetarit, nuk i një Albin Kurti, as qytetarit Kosovës nuk i një. Përderisa kjo qeveri e ka përdor kartën e luftimit të korupcionit dhe krimit në këtë vend, i bjen që sot është bo pjesë e këtij sistemi. Pse? Sepse na, sistemit korruptiv, sot kena një sistem korruptiv në Kosovë. Sepse, unë të them me fakte, ju me deklarata. Na e kena sot Martin Berisha, nëse ke vendos me bo zhurmusin, pe bojmë tonë. Zhurmusin jetu e bo besni, kur gjësi jetu bo ma shumë. Unë e zhurmusin nga. Zhurmusin te e banë që a ka dhëtë Ale, jo e ta përfundaj. Konsiderat 3 vjetë e gjysë besni. 3 vjetë e gjysë Ale, lutna, veç ta përfundaj dhe vazhdoj dhe bote me Berisha. Na e kena sot, rrasën se interesi besikut është mës me vazhdojnë me folë për rrasët specifike. Jo besni kluta se kom fjallën në ne. Nuk mojnë. Ti del me pip në protesa, kra atit korruptumit, u dhesh ka uza, krat korruptumit që unë për cilin unë kam raportu. 1 milion euro i ke shpërdor nëmën të fushatës të pastrujnë Kosovës. E bën ti ka uza me to, e më thonë po malun mashtrusin. E zhurmusin e ato e këto. Me të korruptumin kra, Jo. Veç pak, mund duhet me vazhdojnë i ka morë 800.000 euro. 23 Sëndvisha i ka raportu që i ku morë filan biznesin. Ka rezultu që asnjë se ka morë. Ka shumë faktura të rëme edhe qeveria Haradinaj ja ka dhonë porë. Konfor. Ta dëshmoj. Unë qëmë selektiv. Unë qëmë selektiv. U abuzu edhe për pora me rezervën shtetërore. Nuk është abuzu, rasti është akt akuz. Vazhdimisht. Keni mundësi veç më mdojnë gjurmanin duhet. Mos jam avokati ty. Jo, nuk jam avokati, as kujt jam avokati, jam qytetare. Jo, nuk mundesh me vazhdu në këtë formë, besnik. Nuk mundesh të më akuzu mu. Sepse nuk që i kanë dhonë pore të shtetit me lobu jashtë venit për ndarjet Kosovës. Mos hinë në tema specifike, sepse jena të folë për raste ku ka shku korupcioni. Mos hinë në tema. Janë amnistu ministra që ju kanë dhonë kontrata të dhonë kompanive jashtë venit me lobu me ndo Kosovë. Kusho janë ata, qa janë këto hipoteza, qa janë abuzimi me pare me E shtetit. vërtet, por populli ja dha Na jena të folë sot, Absolutisht. kur besniku flet për që... populli ja dha 51%. Po, pikërisht. Ky 51% që çfarë po bën që të mos... Për këtë 51% që jena të folë. Për diri sa folë për qeverisjet e jo e kom pak ma gjatë se më kanë dërhynë në sëpë. Po, veç sa ma shpik Jena të folë për një qeverisje të kalume të para 5 viteve flet besniku, kur na jena të jetu një qeveri që është komplet korruptive. I kena përmi, mos më dërhyjt, kena përmi, po më dhesh mu ka uza. përmi 2.000 jena të folë me fakte, kena përmi 2.000 kontrata një burimore, kena të cilat arrin vlerën mbi 270 milion euro, edhe a ditë qka i bjen kontrata një burimore. Rasi maj mirë i korrupcionit pastër që ndodhë në Kosovë, janë kontratat burimore, një burimore. Pse ndodhë me pas ka shumë kontrata një burimore, sepse çdo institucion, nuk janë të të folë ty, janë të të folë qytetarëve. Kontratat një burimore, kontratat një burimore ndodhen në rastet të jashtëzakonshme. Nëse jo nuk është kam janë. Nuk e leje këpër me folë për të risa nuk e përfundojone. Nëse një institucion publik në cilin për të jetone e ka një plan të budgetit, një plan të prokurimit, po shtartjak, nuk më intereson kjo qeveri është firë, si qeveri është presës për mirë të Jo nuk e kom të presën kanë të mirë. Jena të folë për një qeverisje
e cila nuk e ka implementu planet e prokurimit qëllimisht, sepse çdo institucion e ka një plan buxhetit, e ka një plan prokurimit, i ka datat se kur fillon edhe kur inicion ato planet e prokurimit, dhe na sot i kena për 5 vjet qeverisje 2000 kontrata një burimore, cilat mrin vlerën 270 milion euro. Kjo tregon korrupsion. Edhe më duhet se cili rast që është në jo as pak nuk është gabim. Fal, veç një pyetje konkrete. Me çfarë kontrate ti blen dron Bajraktar? Me çfarë kontrate? Me çfarë tipi kontrate blen Bajraktar? Me çfarë tipi kontrate blen Xhevelin në Amerikë? Për shpërlarje të parave. Me çfarë kontrate blen antitankët në Gjermani? Dhe po këtë kryeministre në detyrë e merr me vete edhe shkoj në homazhe e kena rastin e Rozeta Hajdarit, e cila akuzohet për rezervat shtetërore, për cilën kryeministri në detyrë thot që prokurori ka bushkelje. Rozeta Hajdari është e pafajshme. Do me thonë këtë me rolin e prokurorit. Ministri i financave Ministri i financave se i përmendi ma herët. Ministri i financave Hekuran Murati është hetu në lidhje me rastin e dëmtimit të personave në drejt. Mirë, po flasim për personat ministrat që në akuz. Ose janë hetu me hile, kanë bo gabime procedurë, e cila i ka ndonë 1 milion e 40.000 euro për një organizat e cila ka qenë Lisa Gashi, të cilës është e ki kandidatë në listën e vendosjes. E kena ministrin Hajrullah Qeki, i cili i ka ndo 130.000 euro për konsulenta, e cila të regon që një arkitekt vendor paguhet 5.550 euro, cila po në Kosovë është 5.550 euro. Kemi këto raste. Dhe jo, problemi këto është, u dashtë mi përmen, se i përmeni do afirat ma hershme, nuk është mirë me full për të parashkutiteve, kur e kena na rasin aktual, që ashtu në ndodhë. Po a jetë të kuftu thelbin, nëse kjo qeveri kishë nërtu asi raporti me prokurorin që kishë me frenu qëfar do procesi jetimi. S'ka lajmat mirë se so me lo prokurorin e lirë me të tu. Kush e ka lënë? Kjo lajmi mirë. Kjo nuk pelen. Në sot deklaratë ti, që prokuroria... Të gjitha rastet i kam bështet kryeministri në detyrë. Të gjitha rastet asë një minister nuk ka thonë të vazhdoj. Apo ko fuqin kryeministri me ndikun prokurorin. Edhe problemi maj madhë është, edhe maj ndishme është, edhe i fundit është kjo, rasja së të arit.